Një nga ata që ka qenë detyruesi i IPA Albania, organizatës policore që ka lënë emër në të gjithë botën. Skënder Doda, pasi IPA Albania ka menduar një çmim special për këtë rast për Acrolix TV. Skënder Doda, momenti juaj. Mirëmbrëma, zonja dhe zotri. Jam i nderuar që marr pjesë në këtë përvjetor. Zoti Det, nga pikpamja teknologjike, është në moshën e adoleshencës që do vazhdoj të rritet dhe do vazhdoj të rritet, fuqizohet sepse ka dhe një staf të mrekullueshëm, ndër të cilët unë do veçoj zotin Gjergj Marku, i cili ka ideuar një emision mjaft interesant që lidhet sa me traditën në kuvend, që në kuptojmë kuvendin e Lezhës nga Gjergj Kasios Skënderbeu, ashtu dhe traditën e Veriut për zhvillimin e kuvendeve. Po të shikoni në mjaft media, nuk ka debate, nuk ka opinion, por ka grindje, ka sherre dhe nuk e merr vesh drejqit zonë. Ndërsa në emisioni që zhvillon zoti Gjergj, është një emision profesionalisht shumë i lartë dhe njeriu ka se çfarë mëson dhe çfarë dëgjon. Në këtë kontekst, unë e falenderoj dhe zotin Det dhe zotin Gjergj, sepse si presidenti i shoqatës ndërkombëtare të policisë International Police Association, unë kam pasur kontributin mjaft madh të Gjergjit në promovimin e vlerave, ashtu si në takim direkt me tuajt, por edhe përmes medias. Me këtë rast, unë si presidenti i shoqatës, në bashkëveprim edhe me bordin, i kam akorduar mirënjohje Acrolix TV Lezhë përmes emisionit në kuvend. Ka promovuar me profesionalizëm IPA seksion Albania në nivel kombëtar dhe botëror. Komandant, falenderoj. Falenderit shumë. Ti them ja dy llafe se Skënderi është një emision shumë i bukur që unë i kam thënë kaq. Për mua, ai emision duhet të ishte në tavolinën e ministrit të rendit. Sepse është polici model që ka patur policia shqiptare në kohët më të vështira, të veta. Dhe mbi gjitha ka dhe i gjë, kur organizata IPA Albania mentorohej nga serb, është ky shqiptar që kemi këtu, që e kaloi dhe e vu në durët e shqiptarëve dhe e bëri një nga organizatat më të mira që ka IPA botërore. Ky ka organizuar aktivitetet mëdha, edhe kampionatin botëror të futbollit në Shkodër. Dakor, jam rë, edhe me shumë evente të tjera. Dhe ka qenë kënaqësi. Dhe menjëherë se ka gjë, disave kur ju bëjmë ftesa nga 20 herë nuk vinë për të thënë punë, për të komunikuar me komunitetet. Ky tani që vjen gjithë botën në Shqipëri, sa i kanë bërë ftesë, të nesërmen ka ardhur në emision. Pra në fundi këto janë miqtë e medias. Këto janë që nuk kanë frikë median fare, por dinë ta shfrytëzojnë median për mirë. Kështu që unë e falenderoj për këtë vlerësim dhe besoj që është vlerësim më i madh se ma ta dhanë edhe presidenti, edhe kryeministri. Faleminderit shumë, Skënder.